Ateizmi nuk më ofron asgjë. Kur se ka bërë dhe kur s'do ta bëj. Nuk më bën të ndihem mirë apo të më ngushëlloj. Nuk ndodhet aty pranë meje kur jam i sëmur. Nuk shfaqet tek unë kur unë kam nevojë. Nuk do të më mbroj prej urrëties. Nuk ja ndjen nëse jam i suksesshëm apo dështak. Nuk ka për të më fshirë lotët prej syve. Nuk vepron kur unë nuk kam ku të vrapoj. Nuk do të më jap këshilla a fjalë të mençura. Nuk ka gjëra që unë duhet ja mësoj. Nuk më ndan të mirën nga e keqja. Nuk ka frymzuar apo shtyr kurrë dikë. Nuk do të më ndihmoj të arrij qëllimet e mia. Nuk do të më thotë të ndaloj kur unë po kënaqem. Nuk ka shpëtuar kurrë një shpirt të vetëm. Nuk merr merita për secilën prej arritjeve të mia. Nuk do të më detyroj mua t'i ulem në gjuhë. Nuk kërkon besim prej meje. Nuk do të më torturoj në jetë të jetëve. Nuk do të më mësoj të urrej apo për të çmoj të tjerët. Nuk do të më thotë që është e mirë apo e keqe. Nuk mund t'i thot askujt që ata s'mund të dashurohen. Nuk ja ka ndaluar prezencën askujt, askund. Nuk ka për të bërë të mendosh që nuk ja vlen të jetosh. Nuk ka asgjë për të më ofruar dhe kjo është e vërtetë. Por arsyeja që ateizmi nuk më ofron asgjë është sepse unë kurrë s'e kam kërkuar. Ateizmi nuk të ofron asgjë sepse nuk ka nevojë. Besimi fetar të premton çdo gjë sepse ti ke nevojë që ta bëj. Ti nuk ke nevojë për një besim fetar apo ti je besimtar. Ti e do atë vetëm sepse do të ndihesh i sigurt. Unë dua të ndjej realitetin dhe asgjë më shumë. Kështu që ateizmi më ofron gjithçka. Gjithçka që besimi fetar e ka vjedhur më parë.